Fitoria 1-0 e Shqipërisë në Andorra, e cila i siguroi kombëtares vendin në play-offin e Kupës së Botës, ka sjell jo vetëm fest, por edhe momente të tensionuara për sulmuesin Armando Broja. Media britanike The Sun ka vënë theksin tek gjendja emocionale e futbollistit, i cili u pa i përlotur pas ndeshjes, duke shkruar: "Sulmuesi në shok." Ishylli i Chelsea Armando Broja shpërthen në lodh dhe ngushëllohet nga shoku i ekipit pas fitores së madhe të Shqipërisë. Broja u uli dëshpëruar në pankinë pasi u zëvendësua para 60 minutave në një moment kur ndeshja ishte ende pa gola. Pas fitores, sulmuesi nuk ju bashkua festës së ekipit, duke qenë lojtari i vetëm që qëndroi më njan. El Seid Hysaj u afrua për ta mbështetur, ndërsa më pas u përpoqën ta ngushëllonin edhe drejtues të federatës, përfshirë nën kryetarin Lutfi Nuri. 26 vjeçari Broja, i cili këtë verë ju bashkua Burnleyt për 20 milion pound, nuk ka arritur ende të shënojë në shtat paraqitje me klubin anglez. The Sun rikujton edhe karrierën e tij në akademinë e Chelsea, 16 vitet në Londër dhe huazimet e shumta. Pavarësisht emocioneve personale, Broja është pjesë e një prej momenteve më të rëndësishme në historinë e futbollit shqiptar, teksa kombëtarja kërkon të shkruajë historinë në kualifikueset drejt botërorit 2026. Kombëtarja shqiptare u kualifikua sot në play-offin e botërorit për herë të parë në histori. Fitoria në Andorrë u festua nga të gjithë pjesëtarët e stafit kuqezi të lojtarët, përveç Armando Brojas. Lojtarët shkuan poshtë tribunës së tifozëve shqiptar që kishin udhëtuar për të parë ndeshjen, por Broja ishte dukshëm i trishtuar për paraqitjen e tij dhe u shfaq gati i përlotur, ndërsa të tjerët festonin. Ishte El Seid Hysaj ai që shkoi ta merrte sulmuesin e Burnleyt dhe ta bashkonte me shokët e ekipit. Broja, i cili nuk la gjurmë, u zëvendësua në minutën e 59 të ndeshjes me Uzunin, kur sfida ishte bllokuar ende në shifrat 0-0, përpara se Kristian Aslani të shënonte golin dhe të jepte fitoren e madhe Shqipërisë, që e çon në play-offin e botërorit. Kombëtarja shqiptare ka fituar 1-0 finalen ndaj Andorrës, duke zyrtarizuar pjesëmarrjen në play-offin e botërorit, fal edhe fitores së Anglisë ndaj Serbisë me rezultatin 2-0. Kristian Aslani shënoi golin e vetëm të ndeshjes së kuqezimëve në minutën e 67 pas një sulmi të shpejtë nga e djathta. Myrto Uzuni pasoi bukur në zonë përmes fushorin e Torinos, i cili me të djathtë ndërgoi topin në rrjet. 45 minutë që i parë ishte pa emocione, ndërkohë që rastet e pastra munguan për kuqezin deri në minutën e parë shtesë, kur Berat Gjimshiti goditi traversën me kokë pas një goditje e këndi. Anglia ndërkohë fitoi 2-0 ndaj Serbisë, duke bërë që kombëtarja të zërë vendin e dytë në grup me 14 pikë, 4 më shumë se Serbia, kur ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur.